السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Falëndrojmë Allahun Azza wa Jall, atë e falëndrojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet që përcjellin Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, në ligjëratën e kaluar folëm për temën ummeti mes dëshpërimit dhe shpresës. Kështu që na ligjëratën e kaluar folëm për dëshpërimin, aspektin fetar, dëshpërimin në Kur'anin e Kerim, dëshpërimin në sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe a ka vend ajo në zemrën e besimtarit, a ka vend ajo në shoqërinë muslimane, a ka vend ajo në një zemër ku ka iman dhe besim dhe njohuri dhe dituri dhe udhëzime dhe këshillat e Allahu xhelle fi ula, apo jo ajo vetëm se e kaluam. Dërsa sot inshallah taala do të folmi për pjesën tjetër, e cila është shpërkatruese për ta, nëpërmes mësimeve dhe këshillave të tij, dhe ne ka dhënë një adresë dhe njohuri dhe mundësi që ne t'i balancojmë gjërat në këtë dunjë, por ndryshe njeriu me siguri është i humbur, siç ka thënë Allah azza wa jalla në Kur'anin e Kerim, innal insana lafi khusr, me të vërtetë njeriu është një humbje të sigurt. Një humbje të sigurt në këtë dunjë dhe një humbje të sigurt edhe në ahiret. Edhe kjo është aguton hikmeti i zbritjes se mesazheve të Allahut xhelle xhelaluhu në përgjithë kohërat prej Ademit deri sot. Kjo mëshira e Allahut xhelle fi ula, dhe me thonë për ndryshe aguton njerëzit do të bijnë me një shkallë aguton të moralit, me një shkallë të zullumit, dhe me thonë edhe ma poshtë se sa jedhen billah, se sa edhe kafshët. Por një nga këto pika aguton është edhe dëshpërimi dhe shpresa në jetën e besimtarit. Shpresa, çfarë do të thotë shpresë? Që shpresosh diçka aguton që do të ndodhë apo do të vjen. Ndërsa aspekti aguton terminologjik do të thotë që të mendosh dhe të kesh bindje që ka me ardh fuqia për në këtë rast ummetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga vjen kjo bindje kështu, kjo shpresë, vjen aguton nga mësimet e Allahut dhe mësimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sikur mos ishin këto aguton a thu vallë na, aguton na çka do të bishmi me një dëshpërim të thellë. Edhe do të dorëzoheshemi. Tamam? Por çka neve, për ata aguton është shumë e rëndësishme aguton që na të mësojmë fenë e Allahut subhanahu wa taala në përshëpitjet e tij, në mënyrë që të na të përballmi ndaj sfidave aguton shkatruese që janë për dunjat e tona, por edhe ahiretin ton. Ka thonë që të mendosh edhe të kesh bindje dhe shpresosh aguton se ky ummet do t'i kthehet prap fuqia e tij. Tamam, fuqia e tij. Wan nasru laha ala a'da'iha. Dhe fitoria aguton e saj ndaj armiqve të saj. Wal jabru li kasriha, edhe riparimi pas thirrjes së saj. Dhe riparimi pas thirrjes së saj. Pavarësisht aguton sprovave, musibeteve, dobësive që ka na i kalojmë aguton her pas here, një ditë prej ditëve aguton bi idhnillah feja Allah azza wa jall me pronarët e saj, me ata cilët i kanë besuar dhe kanë vepruar me te, do të triumfojnë pra, do të triumfojnë. Edhe kjo nuk është patjetër aguton, dhe me thonë njerëzit, se kjo aguton triumfi aguton e të vërtetës nuk ka patjetër aguton me ndodhë të njëjtën gjenerat. Tamam? Kjo një pjesë, një shumicë se ka ndodhur vetëm pejgamberit Allahut dhe shokëve të tij. Tamam? Ndërsa aguton gjatë gjithë historisë, na duhet me ditë një send aguton se na e jona është që të veprojmë, të marrim sebejpat aguton e shpresës
Dhe na kena me pas se shpresa është ta kupton e lidhur ngushtë me marrjen e sebepeve. Por disha ajo është vetëm një dëshirë e kotë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për sa i përket shpresës e cila është pjesë e krijimtarisë së njerëzit dhe ajo qëndron në zemrën e njerëzit. Tamam? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot yaqulu la yazalu qalbu al-kabir shaban fi ithnatayn. Mbetet zemra e njerëzit i ri. Tamam, zemra e njerëzit mbetet e re në dy gjëra. Do të thonë njeriu kur plakët apo plakët shqisat e tij, plakën fuqia, dëshirat, të gjithë. Ka thonë vetëm dy gjëra në zemrën e tij nuk plakën. Cila është ajo? Ka thonë ajo është hubbu dunya, dashuria ndaj dunjas. Wa tulul amal dhe shpresa e gat. Wa tulul amal dhe shpresa e gat. Këto dy gjëra, këto dy komponente, do të thonë nuk i plakën njëri, ne kena pa kupton edhe jetën praktika kupton se si dikush ka arrit 80 vjet, subhanallahu, hala nuk ka arrit me rast sejdë Allahu xhelle fi ula. Pse? Do të me punu. Subhanallah, me punu prej sabahit deri mbrëmje, një i moshuar i tillë ka mundësi, ndërsa kur është në pyetje me rast sejdë Allahu xhelle xhelaluhu, thot mua kam dhe gojt në dhomin, thot sun bie dhe sun çona. Edhe këto në mesytë e mi ka pas person që i ka pas 65 vjet. Xhamin e ka pas këshi. As ditën e xhumon nuk vjen ke kështu ku ta shifsh njëri mirë aputon subhanallah. Ndërsa aputon mangësi e madhe të shoqërua. Pse nuk vjen në xhami thot për shkak se nuk muj gujt, nuk muj muçu. Ndërsa puna e thot nëse nuk punojnë në des. Për ata thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zemra e njeriut mbetet e re dhe i ri, thot në dëshirë, në dashurinë ndaj dunjos, edhe në shpresën e gat. Tamam? Ka në shpresën e gat. Thot qad yakunu madhmuman fi nadhar ash-shara. Shpresat e nderuar nuk ka e tëra, do të thonë jo e lavdruar në islam, apo e tëra e lavdruar. Ka prej tyre, a kupton çka është ndaluar, ndoshta edhe e qortuar në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Cila është ajo? Ajo shpresë e cila kupton të lidh me dunjon dhe ta merr zemrën tonë dhe ta lidh me dunjon, dhe shpresat e ki të lidhura vetëm në këtë dunjon Zoti na ruaj. Për ata thot Allah azza wa jalla në Kur'anin e Kerim, dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamun. Leli thot ata, thot në të hanë dhe në të defrehen, abuton dhe let i mashtroj shpresa e tyre e gatë. Ato një ditë thot do ta shohin. Ka thonë, femen selime min dhalik lem yakun amaluhu madhmuman mutaliban bi izalati. Ndërsa ai i cili e shpeton shpresën e tij të lidhur me dunjon, kupton, po shpresa e tij është në mëshirën e Allahut xhelle fi ula. Shpresa e tij se Allah një ditë do ta futë në xhenetin e tij. Shpresa e tij është e lidhur me imanin e tij, me triumfin e muslimanëve, pra atëherë thot nuk ka problem njeriu nëse shpreson. Bile përkundrazi është e kërkuar që njeriu të shpreson, jo ti humbe shpresat e tij. Për ata thot Ibn Hajar rahimahullah, wa fil amali sirrun latif. Ka thonë në shpresat gjendet thot një sekret. Li'annahu lawla al-amalu ma tahna ahad bi'ish. Thot për shkak se nëse abuton nuk ka njerëzit shpresë, atëherë nuk kanë dëshirë dhe me jetu. Se çka i ma njerëzit gjallë? Shpresa. Për me ndryshu, për me bëma mirë diçka. Wala tabat nafsuhu an yushra'a fi 'amali min 'amali ad-dunya. Edhe nuk janë të kënaqur gjithashtu dhe nuk kanë vullnet që të bojnë diçka nga punët e dunjos. Çka i bën njerëzit me duru ndaj punëve aguton? Fitimi. E pse fitimi? Me bën jetë më të mirë. Tamam? Të thonë shpreson diçka të mirë. Shkon dikush aguton jeton në gurbet shumë vite pa ardhur ndoshta me fitu kanë dokumentacionet. Pse? Të më thonë për me pas një jetë më të mirë. Shpreson. Për ata po thojmë na lumi ai i cili i ka shpresat e lidhura me fenë e Allahut, me dinin e tij, me ahiretin e tij. Jo vetëm me dunjën. Për ata ka thonë wa inna ma al-madhmum minhu al-istirsalu fihi. Ndërsa ajo çka është e qortuar në fenë e Allahut azza wa jalla është ajo e cila, do të thonë është e zhyturit në dunjë.
Wa adam al-isti'dad li amri al-akhirah, edhe mos mu përgatit për ahiret. Mos mu përgatit, femen selime min dhalik lem yukallif bi izalatihi, dhe ai i cili thot shpeton nga këto apkuton, e para është, nuk është e lidhur apkuton, nuk është i zhitur në dunjë, dëshirat e tij, nuk janë të lidhura të zhitura për dunjën, dhe e dyta apkuton çka? Nuk kanë përgatitje, pra kanë përgatitje për ahiret. Tamam? Pavarësisht apkuton punëve të dunjës, çka ati shërbejnë, që nuk e ndaluar, por derisa apkuton në zemrën tonë është diçka më preokupuese, pra ahireti jot, dhe apkuton dhe veprat çka çojnë te ahireti. Ha? Janë kanë përparësi te ti. Atëherë thot nuk ka problem kjo. Por ata thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i vizitoi pra një fotografi apkuton në këtë hadith që do ta cekim për sa i përket shpresës se ndaluar. Çka tha? فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا. Thot thotë e boni një katror në tokë, në zallë. Edhe mrena këtij katrori e bëri një vijë kupton derisa e qiti prej katrorit. Pastaj mrena katrorit i bëri disa viza mrena. Edhe tha ky katrori thotë njeriu. Tamam? Ky katrori thotë njeriu. Kjo vija në mes në katrorit e cila e ka të i kalu, thot katrorit, thot në shpresa e ti. Cili e ka shpresat e gata. Nërsa këto vija që ka janë mrejnë, thot këto janë apkuton, thot kaderet e Allah subhanahu wa taala dhe musibetet. Shpesh herë, thot njeri ju në apkuton, e pengojnë musibetet dhe kaderet për me arrit apkuton, ta jesh ka shpreson. Dhe shpesh herë, thot edhe ndoshta edhe ja arrit. Tamam? Për ata, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpresat e tij cilët i lidh për ahiretin e tij apkuton, edhe nëse nuk i arrit shpërblet te Allah azza wa jall për shkak të jetëve të mira. Ndërsa mira ai i cili thotë i ka në jetë dëshirat e tij, shpresat e tij për dunjon apkuton, ai edhe nëse i ka arrit, ai nuk ka çfarë profitabili prej tyre. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për sa i përket dëshirave të qortuara thot inna akhwafu ma akhafu alaykum ittiba' al-hawa. Thot më shumë ti çka kam frikë thot për juve thot pasimi i epsheve. Wa tulul amal, edhe kanë edhe shpresa e gat. Fa amma ittiba'u al-hawa fa yasuddu 'an al-haq. Ndërsa për sa i përket thot apkuton pasimi i të kotës, ai thot e pengon njeriu me pranuar të vërtetën. Yadhan billah. Ka thënë wa amma tulul amal fa yunsa al-akhirah. Ndërsa shpresa e gat thot e ban me harru ahiretin e tij. Shpresa e gat e ban me harru ahiretin e tij. A thu vallë cila është ilaçi për me shëru njeriu, dhe me thonë këtë lloj elementi, kupton në zemrën e tij. Thot fa idha arafta asbab al-amal al-madhmum amkan ilaju. Nëse thot i di thot shkaqet e shpresës së qortuar thot i di shkaqet, kia kupton me arritë mjekimi i saj. وذلك بتهذيب النفس الراغبة بطبعها في المتابع الزائل. Thot kjo thot arrit duke thot e nefsin tan duke thot e qortuar dhe duke e mësuar, kupton që të largohet nga ajo natyrshmëria e tepruar çka kërkon njeriu. Nefsi normal kupton gjithherë kërkon atë rradhllëkën e dunjos, epshet e kështu me radhë. E ti vazhdimisht kupton nga e teprica kupton gjithherë rri thot gati. Wa adam al-istirsal bil amal, edhe mos gjyqja thot në dëshirat shumta. Wa kabhi wasawis an-nafs wa ash-shaytan bi istijma' at-taqa wal juhd fi mukafahatiha. Edhe çka? Edhe frenimi thot i nefsit dhe shejtanit gjithashtu. Ha? Thot apguton duke thot i tubu apguton fuqinë tonë edhe mundin tan apguton për t'i luftuar thot ato. واستحضار المعاني الحقيقة للدنيا, edhe duke e afru thot në vetveten tonë e realitetin e dunjos. Realitetin e dunjos që Allah azza jall na ka përshkruar në Kur'anin e Kerim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë? Dunjoja kupton te Allahu ka vlerën sa krahi mushkonjës. Bile as çash thot nuk e ka. Por sa i përket si vlerë. Ha? Vlera e dunjos që ndron në ata kupton se ti sa mbjell në te për me marr pastaj nga ajo. Nga friti i saj. Për ata thot pejgamberi sa ditë në Kiametit
Dunjoja krejt do të merr në formën e një plake të lodhur dhe të shumtuar. Dhe do të pyet njerëzit e dunjos dhe njerëzit e xhenetit. Edhe do të thotë ai dini kush është kjo, thotë, o godë nuk e din. Kjo është dunjoja çka keni nga hap mas sajna. A pse sa i shumtuar është? Domethënë, në aspekte të ndryshme ajo është shumë e shumtuar dhe shumë e pavlerë. Ndërsa aspekte të ndryshme tjera aputën ajo është shumë e vlerë për shkak se ta mundson me fitu kënaqësinë dhe përhershmërinë e xhenetit të Allah subhanahu wa taala. Iqtiranul amal bil asbab. Na folëm për sa i përket apguton dëshirës dhe shpresës së qortuar në fenë e Allahut. Ndërsa cila është shpresa e cila është e lavdruar dhe e kërkuar në fenë e Allahut subhanahu wa taala, është ajo shpresë e cila lidhet me shkaqe, me marrjen e shkaqeve të tyre. Për ata thot Allah azza wa jalla në Kur'anin e Kerim, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan." Dhe kush shpreson thot takimin me Allahun azza wa jall, çka në të beson thot Allahun azza wa jall dhe në të bën veprat e mira. Në të bën veprat e mira. Do të thonë kush takon, kush preson takimin e Allahut, në të bën veprat e mira. Gjithashtu thot Allahu innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Ata të cilët besuan dhe ata të cilët banën hijret dhe ata të cilët luftuan në rrugën tonë, në rrugën e Allahut azza wa jall, këto thot janë ata të cilët shpresojnë mëshirën e Allahut xhalla fi'ala. Tamam, këto dy ajete na bëjnë qartë se shpresuarit është e lidhur ngushtë me marrjen e sebejpeve, me marrjen e shkaqeve. Por ata thot Ibn Qayyim rahimahullah al-farqu bayna ar-raja'i wal-amal wa bayna at-tamanni, thot për sa i përket dallimit mes shpresës së lejuar dhe shpresës së qortuar është se ajo është apguton thjesht vetëm një dëshirë. Shpresa e qortuar në fe është vetëm një dëshirë boshe pa vepra. Tamam? Sikur njeri thot i cili do na apguton dëshiron që arat e tij apguton të jenë me bereqet, ndërsa ai thot nuk del apguton dhe nuk i shfrytëzon ditët dhe nuk i shfrytëzon stinet për t'ia bën thot punën e tyre, për të mbjellë, tamam, e kështu me radhë. Ai nuk ka me vjerë thot asgjë. Ndërsa apguton thot ajo e cila kërkohet thot në shpresë, kërkohet apguton që të qosh dhe të mish sebepet dhe të mbjellësh, tamam? Dhe të kërkosh nga njerëzit të cilët apguton i dinë këtë punë dhe të pyetësh në mënyrë që del bereqeti sa më i mirë. Thot shpresa është dy llojet janë të lavdruara, ndërsa lloji i tretë është apguton i qortuar. Lloji i lavdruar është kur njeriu shpreson duke bën vepra dhe duke u bindur Allahut azza wa jall, tamam? Dhe duke shpresuar sevapin e Allahut xhalla xhelalu. Pra çka do të thot bash në aspektin praktik shpresa, do të thot ti çosh apguton vjen me fal namazin dhe shpreson që Allahu me ta pranon këtë namaz dhe me shpërbly. Kjo është shpresa e vërtetë. Tamam? Apo në zonë që apguton qohet edhe në 6 muaj apo 5 muaj apo 4 muaj shkon në shkollë çdo ditë, në shi dhe në borë, në ftoft, e pri gjumin dhe shpreson që ta kalon atë vit. Tamam? Pra edhe na, dhe me thonë, na i besojmë Allahu xhalla xhelalu, bëjmë vepra dhe me këto vepra shpresojmë që Allah azza wa jall të na mëshiron. Kjo është shpresa e vërtetë. Apo shpresa e lloj ditë e cila është e lejuar gjithashtu është kur njeriu bën ndonjë mëkat. Tamam? Edhe çka? Pendohet Allahu xhalla xhelalu dhe shpreson që Allahu ta fal. Kjo shpresë, këto dy lloj shpresë janë të lejuara dhe të kërkuara. Përsa shpresa apguton e qortuar në fenë e Allahut dhe ndoshta apguton është boshe, pa kundër çfarë do bie, është kur njeriu apguton zhytet në mëkatim dhe zhytet në mos përfillje të urdhnave të Allahut azza wa jall, ndërsa shpreson thotë se Allahu azza wa jall ka mëshirën e madhe. Dhe kjo është loja më e madhe e shejtanëve gjin dhe shejtanëve njerëz, çka ju kanoset dhe ju hudhet njerëzve në mendjet e tyre dhe në zemrat e tyre. Na kena pa shumë njerëz jashtë Bajramit nuk fal. Asnjë namaz tjetër. Në xhumon shkon vesh kur të hip qefi i tij. E namazat mos folmi më. Tamam? Kur ta shifsh kështu apguton subhanallahu zemra e tij është e mbushur me shpresë, apguton dhe duke treguar mëshirën e madhe te Allahu azza wa jall. Na prap nuk thojmë apguton se dikush i ndërhin apguton Allahu azza wa jall mëshirën e tij, por na ju referohemi teksteve të Allahut subhanahu wa taala. Dhe në bazë të asaj që Allah na ka treguar, shohmi se shpresa e vërtet
në mëshirën e Allahut azza wa jalla dhe magfiretin e tij është kur njeriu i merr sebepet dhe përgatitet për një gjë të tillë. Për ata thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith: "Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani." Tamam? Edhe ka thonë dhe i paaftën është ai i cili thot i pason thot nefsin e tij. E pason thot egot e tij. Ju ka bon, dhe me thonë, Zot e ka bon egon e tij, subhanallah, jedhen billah. Ndërsa abguton, shpreson të Allah azza wa jall me shpresat e kota. Sikur që e morëm shembullin, ajde me thonë në fjala nefsit ti, në të ndaluara të Allah azza wa jall i shkel natë dhe ditë, ndërsa ku ta këshirsh kështu abguton, shpreson të Allah azza wa jall, kësaj i thojnë shpresë e kotë, sikur ka thonë pejgamberi alayhi salatu wa salam. Qala Yahya ibn Muadh: "Min a'zami al-ightirari 'indi tamadi fi adh-dhunubi ma'a raja'i al-'afwi min ghayri nadama." Ka thot ndër mashtrimet më të mëdha që njeriu mund m'ia bëj vetvetes. Tamam? Apo si këshillues ndaj tjerëve, çka mund m'ia bën, thot vazhdimësia në mëkatim. Tamam? Vazhdimësia në lloç, pra, vazhdimësia në katastrofë abguton, ndërsa abguton me shpresë në magfiretin e Allahut xhalla fi'ula, duke mos i ardhur keq abguton për ata çka të e bën. Kjo është mashtrimi që ka bën më shumë ti vetvetes. Wa tawaqqu al-qarbu min Allah bighayri ta'a. Edhe me mendu se abguton në pafrona te Allah azza xhel pa vepra dhe pa bindje ndaj tij. Wa intidhari zar'i al-jannati bi badri an-nar. Edhe me prit abguton se ti abguton i të mbjellë të xhenetin tan çka? Me farat e xhehenemit jedhen billah. Tamam, me farat të xhehenemit. Kjo është sikur abguton me gaca, me këshir, me shkun dikush në baçe, apo në baçe me çka mbjellet aty? Mbjellet me farat e bimëve. Ndërsa merr dikush gaca, shkon jam tu mjell vallane. Çfarë do të thotë lula? Pemë dhe perime. Kështu thotë është ai i cili thotë me mëkatim dhe Allah azza wa jall, do të thonë shpreson xhenetin Allah xhalla fiula. Wa talabi dari al-muti'in bil ma'asi, dhe kërkon në kuton shtëpinë e të bindurve ndaj Allahut azza wa jall, i cili është xheneti, çka? Me gjinohe. Wa intidhari al-jazai bi ghayri amal, edhe me shpresua kuton shpërblim pa vepra. Wa tamanni ala Allah jalla wa ala ma al-ifrat, edhe duke shpresua në Allahun azza wa jall në teprimet që e bën kuton vetvetes së tij. Për ata thot poeti: "Inna safinata la tajri ala al-yabsi." Thot më të vërtetë thot anija thot nuk mund thot me heq thot në shkretir. Në fatësi. Tarju an-najata wa lam tasluk masalikaha. Thot ti e shpreson shpëtimin ndërsa nuk hecet në rrugën e shpëtimit. Nëse don shpëtimin, thot anija hec në ujë dhe jo në shkretir. فالأمل الحقيقي المحمود لابد من اقتران بالعمل والأخذ بالأسباب. Dhe shpresa e vërtetë thot është abguton dhe lavdruar thot është me lidh thot me vepra dhe marrje të sebepeve. Allahu azza wa jall në Kur'anin e Kerim, nëse e shikojmë në shumë ajete, Allahu xhalla xhelaluhu ka ligjëruar ajetet e shpresës në mënyrë që të na i rrënjos neve dhe të na ujit zemrat e tona me to. Çka thot Allah azza wa jall? Yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim. Ata dëshirojnë që ta shkimin thot nurin e Allah xhalla fi'ula. Ata cilët nuk kanë besu. Wa ya'ba Allahu illa an yutimma. Pra, me vetëm me këtë pjesën e parë të ajetit, më të vërtet besimtari kupton do të zgjenjehet. Pse? Allah po kallzon se ato kupton kanë marrin sebepet e fuqishme të artilerive të tyre, tamam, të përgatitjeve natë dhe ditë, me gjithë numrin që ka posedojnë ato, dhe bashkëpunojnë mes vetën e mënyrë që ta shkimin dritin e Allahut. Besimtari kur tani veç këtë pjesë të ajetit, a thotë ç'a mendon? A kupton ka mu friksuar dhe ka më thon subhanallahu, kupton çka bën atëherë unë. Na imi edhe pak, edhe dopt, atëherë veç më dorzu. Mirë, po çka thot? Allah thotë: "Wa ya'ba Allahu illa an yutimma." Dhe Allah nuk dëshiron vetëm se më plotësu numrin e tij. Pa ti apo me ti. E ku tani këtë pjesë të ajetit e kupton atëherë çka? Besimtari pavarësisht e kupton pavarësisht dobësive të cilat është i kalue, aja kupton thotë se Allahu azza wa jalla kupton ka thonë që vetëm se ka me plotësu nurin, ka siguru nurin e tij. Allah thot: "Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati liyastakhlifannahum fil ard
Allah ka premtuar atyre që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira se ka mi bën kuton udhëheqësat në tokë, me këmbës. Ka mi bën me këmbës në tokë. Sikur ato që i ka bën thotë para juve. Tamam, dhe ka mi dhon pasaj fuqi dhe temkin. A kupton fjala që ta udhëheqin tokën, a kupton dhe robrit e Allahut subhanallahu me drejtsinë e tij absolute. Tamam? A kupton dhe pastaj thotë çka? Ka mi ozamensu thotë frigën në zemrat e tyre me qetësi dhe siguri. Me frigën me qetësi dhe siguri. Kjo është gjithashtu Allah azza wa jall mbjell në zemrat e tona çka? Shpresë. Ata çka Allah azza wa jall e shpreson, e tregon. E jo na është kupton me marrë në sebepin që nam ju lën gjeneratave tona. Thot Allah azza wa jalla, "Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin." Gjithashtu thot është hak i jon që na të ndihmojmë të besimtarëve. E tash ti banë vetveten ashtu çka kërkua Allahu ka siguruar se ka me të ndihmu. Ama ti nuk mundesh a kupton me të ndihmu e ti, sikur një nxan, sikur një mësues. Çai thot një nxanci? Thotë, prezantoj në shkollë, merri librat, bani detyrat, mundohu me mësue, mundohu me dhënë provimin, mundohu me a kupton? Inshallah taala do të ndihmojnë. Apo ama ai nuk mësuesi nuk mund me thonë a kupton ti rritë shtëpia se ne do të ndihmojmë. Kështu i ka gjetë besimtarët sot a kupton? Muslimanët a kupton më një herë pyesin kush fitoria e Allahut, kush ndihmimi i Allahut xhalla xhelalu. Allah po thotë se më të vërtetë na ju ndihmojmë besimtarëve, të cilët a kupton Allahu azza wa jalla ju kanë bind. Thotë inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu, gjithashtu Allah azza wa jalla thotë ndihmon ata që kanë besuar. Thumma yunajji rusulana walladhina amanu kadhalika haqqan alayna nunjil mu'minin. Thotë kështu thotë na kupton më të vërtetë do t'ju ndihmojmë thotë pejgamberëve tonë dhe kështu kupton na thotë do t'ju ndihmojmë gjithashtu edhe atyre që kanë besuar. Këto janë këta ajete neve që na japin shpresë, tamam pavarësisht a kupton gjendjes seron që i kalojnë besimtarët. Thot qul lil ladhina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama wa bi'sal mihad. Thot thua ja kupton ja Muhammed atyre që nuk kanë besuar. Se kanë mujt në këtë dunjë dhe në ahiret, nëse vdesin të tillë, thot kanë më fut në zjarrin e xhehenemit i adhëm bila. Çfarë fitoren kjo? Thot innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum yasuddu an sabilillah. Ata që nuk kanë besuar a kupton, thot ato kanë me dhënë gjithë pasuritë e tyre. Tamam në mënyra të ndryshme për me pengu nga rruga e Allahut azza wa jall. Thot kanë me dhënë, kupton, kanë me dhënë derisa kupton, thumma takunu alehim hasra, kanë pastaj ka me ndodha çka Allah azza wa jall ka saktuar. Tamam? Dhe kam ju shkua këtë kohë ajo çka kanë dhe kam kon dëshpërim për ta. Dhe Allah azza wa jall thot, thumma yughlabun, dhe kanë më mujt. Dhe kështu thot edhe në xhehenem kanë më rinjalli edhe billah. Këto janë disa ajete çka neve besimtarëve çka ju japin fuqi, kupton dhe shpresë në mënyrë që të vazhdojnë rrugën e tyre pavarësisht kohënave, dhe me thonë dhe momenteve të cilët i kalon besimtari në dobësi. Për sa i përket haditheve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillimin e davetit e kupton çka ata të cilët kishin besuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sigurisht e familja e Yasirit. Ato ishin duke shijuar dënimin prej mushrikave. Apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Ju dha shpresë në këtë moment. Çka tha? Sabran ala Yasir. Bani sabër oj familja Yasirit. Fa inna maw'idakumul janna, ma të vërtet premtimi i Allahut për ju në xhennet. Tamam? Të këshirin 1400 vjet kanë kaluar, thu vallë. Ku janë ata të cilët i banën azab këto? Ku janë sot? Dhe ku janë ata të cilët banën sabër në rrugën e Allahut xhalla xhelalu? Kjo kaluese. Sa do që jetohet e buton, kjo kaluese. Për ata pejgamberi sa gjithherë shokëve ti, dhe me thonë sahabeve ti, por edhe ummetit përgjithësi, ju ka rekomandu diçka e cila është më e mirë dhe më profitabile dhe më afatgjate. Pra, ajo e cila është e përtemje. Hadithi i dytë kupton me Abu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu, cili dha shpresë. Ishin me një gjendje gjatë hijretit e kupton hinën me një shpellë, ndërsa mushrikët Kurajsh ishin pas tyre. Dhe di na kupton se nëse kishin rënë dorën e tyre se çka kishin ndodhur. Megjithatë thot subhanallah, ajo shpella ku ato u strehuan pejgamberi Allah dhe Abu Bekri ishte aq e vogël sa që i hyrën ndërsa kontë e tyre kupton ju shifshin. Ata erdhën subhanallah armiqtë e Allahut deri aty. Derisa thotë Abu Bekri do t'ja Rasulullah wallahi vetëm pak me laku kokën të poshtë na shofi. Pejgamberi çka tha sallallahu alaihi wasallam?
Sigur na, kupton. E s'ka thonë, shuj se punanin. Mos bërtit shumë, mos fol. O fol, mos e fol prapën, apo në më një herë frikëzohu mu. Pejgamberi Allah që tha, ngulit ti pra shpresë në zemrën e tij. Tha, çka mendon, tha Ebu Bekër? A kupton, bashkë me dy shokët, i treti është Allah Azza wa Jall. Edhe këta e regjistrojnë në Kur'anin e Kerim. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Kur i tha shokut e tij mos u mërzit dhe mos u frikëso se Allah është me neve. Allah është me neve. Tamam? Dhe fe Allah Azza wa Jall neve na ngulit në zemrat tona shpresë sa do që njeri. Pse? Se esenca e jetëve të tona të nderuar është krejt në dorën e Allah Jalla fi'ula. Për ata subhanallahu nëse shikojmë në historitë na kemi me gjetë dhe me thonë thesara këtë të mësimeve fena Allah subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalalu kur e urdhënoi Musa alayhis salam për me shkue, me marr popullin e tij dhe mu largue, nuk i tha këtë shko tha se e kena përgatitur detin me çfarë për ty. S'tha kështu. Merr ata popullin dhe hec. Për ku? Hec. Kur të vjen momenti apo kuton, na ndërhim pastaj. Merret të shkakun, shka të vinë tyje, shka ke mundësinë ti me bë, mos pyet çka ka menduar masane. Ti bane tash çka ke me bë. Kur vjen e pamundshme për ty, pastaj ne ndërhim. Allahu Jalla fi'ula. Ndërhim. Kjo është besimi i besimtarit. Edhe këtë lloj besimi edhe këtë lloj shprese, tamam, na ngulit, na mëson dhe na edukon fe Allah dhe mësimet e Allah subhanahu wa taala. Hadithi tjetër. Jo vetëm shokëve të mund thot dikush a kupton se pejgamberi Allah ju ka dhënë shpresë atyre që ishin rreth tyre. Po neve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithë umetit e tij ka dhënë shpresë. Edhe për punët e dunjos. Nëse shikojmë hadithet a kupton e kohës fundit çka kanë me ardhur kur muslimanët kanë me kaluar gjendje të ndryshme, të vështirësive të ndryshme, na kena e shohim a kupton se si pejgamberi Allah sallallahu alajhi wasallam ka dhënë neve shpresë. Çka ka thonë a kupton për Melhamatul Kubra. Për lufta e madhe, kasaponja e madhe që do të ndodhë në akhir zaman. Tamam? Dhe marrëveshjet që do të bëhen mes muslimanëve dhe jo muslimanëve dhe ehlul kitabëve. Edhe Allah Azza wa Jall, pejgamberi tham na ka kallëzuar dhe ka shënjestruar në fjalët e tij se jehudit sikur që janë sot, apo kupton se shumë njerëz thonë subhanallahu morën dunjon këto edhe më s'ka në shkatruan dunjon. Nuk mundi me vepru vetëm se atë çka Allah ja u ka leju. Nuk mundin. Pejgamberi Allah po thot, Allah ka kallëzuar se 2 herë ato apo do të arrisin kulmin e fuqisë në tokë. Edhe do të bëjnë shkatërime të mëdha në tokë. E pejgamberi Allah sa po na kallëzon se ku të arrijnë këto në akhir zaman me kon të fuqishëm, tamam do të bëjnë, nuk do të mund asnjë sistem dhe asnjë fe tjetër me rezistu përveç fesë Allahut Islamit. Për ata edhe këtë problemin e kanë me fenë e Allahut, me Islamin edhe Kur'anin e Kerimin. Këtë sistemat e kanë problemin me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. E muslimanët bëjnë fjalë. Tamam? Këtu rezistojnë. Këtu ju bjep kupton si shon sharra në baski. Për ata dhe mundon apo kupton vazhdimisht ka ato shtyllat e tyre apo kupton mi largua, shtyllat e tyre mi dobësu, sikur që janë kush ulemat. Apo kupton. Hoxhallarët, rabbaniyin të edukuar në këtë frym. E çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Thot do të luftojni thot me to derisa buton do t'ju jepet iz edhe gurit dhe drurit me foli me thon o robi Allah eja dhe vrit të thot një udisë o masmeje. Kjo na kallzon gjithashtu edhe kupton subhanallah fesadit që kanë me arrit me e bon në tokë ato. Kjo do të thon kjo hadith kuptohet apo kupton derisa janë mërzit mo edhe gjitha krijesat e Allahut jashtë njerëzorës. Edhe bimët dhe pemët dhe toka dhe guri janë mërzit nga zullumi apo kupton dhe padrejësia e tyre. Dhe kur të ngritën muslimanët për mi luftue, do t'ju ndihmojnë të gjithë krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Edhe guri dhe druni do t'i mundsohet me thon o robi Allah eja dhe vrit. Kjo nuk është shpresë. Por besimtarëve i mjafton vetëm kjo hadith në këto kona çka po jetojmë na, që na të bëjmë përgatitjet e tona si musliman fillimisht raport me Allah, me iman dhe me dituri dhe pastaj me shkaqe të tjera të cilat duhet ta kupton besimtarët që ti i fuqishëm. Për ata thot pejgamberi sa një hadith tjetër gjithashtu e cila është shpresdhonse për neve. Apo kupton këtë kohë thot la tazalu ta'ifatu min ummati qa'ima ala amrillah au bi amrillah. Do të jetë thot një grup në umetin tim thot vazhdimisht thot i fuqishëm dhe në komb
Tamam? Në rrugën e Allah derisa të vjen thot Kiameti. Këta si kulloj siguria kupton. E çdo njeri pra në të lufton që të bëhet nga ky apo kupton, nga ky hadith që na ka thënë pejgamberi i Allah sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka thonë methalu ummeti kel matar. Shembulli i ummetit tim është sikur shiu. Nuk di ta kupton hajri është në fillimin e saj apo në fundin e saj. Çep me kuptue se bereqeti në ummet me rësëm ka me konë sikur në fillim sikur në fund. Hajri ka me konë sikur në fillim sikur në fund. Tamam? Dhe kjo gjithashtu është prezidonse për besimtarët në kohën në cilët jemi duke e kaluar. Kështu që inshallah taala për mos me zgjat sot bi idhnillah ku herë të tjerë inshallah do ta vazhdojmë nëse kemi ymër inshallah dhe shëndet, do të folim kupton për fadiletin e kupton dhe mirësitë e shpresës në fenë e Allah subhanahu wa taala. Por sot inshallah më kaq mjaftomi wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allah shpërblet për ndëgjimin.